Përshëndetje miq, sot vazhdojmë me kreun e tretë të kanunit të Labërisë. Në kreun e tretë, siç paralajmërova edhe në kapitullin e dytë, në kapitullin e tretë do të shikojmë Besa. Besa, ajo që na ka bërë të njohur në gjithë botën, edhe sot biles që siç e di nuk kanë vite që banojnë në Turqi, shqiptari njihet për Besën. Edhe në kohët e lashta gjithmonë që do ta shikojmë edhe në këto kanune, shqiptarit nëse do merrte një lek borxh diku, ato nuk bënin marrëveshje, nuk bënin shkresë me dorë, se thonin mjafton që shqiptarit të jap fjalën. Pra kreu 3 Besa. Neni 29 kuptimi Besës. Besa është fjala e dhënë, fjala e nderit, normë e pathyeshme sigurisë dhe të mbrojtjes ndërmjet 2 ose më shumë personave ose familjarëve për një paqe të shkurtër të garantuar. Se shtëpia që ka të drejtë të marrë hak pra gjakut, brenda atij afati kohor nuk do të kryejë vrasje për hakmarrje ndaj atij që ka bërë gjakun e të vararit ose familjes së tij. Burri po dha fjalën, therr djalën. Besa bes, pra kemi shprehit që janë përdorur që në lashtësi dhe nga të parët tanë. Besa e burrit, pesha e gurit. Nga del shpirti, del fjala. Po dhe fjalën mbaje. Muri luan, burri s'luan. Sot burri s'luan, sot burri për dridhe. Ka u lidhet për brirësh, burri për fjale. Sot burri nuk e lidh as për fjale, as për koke, as kërkund. Besa është e shenjtë dhe e paprekshme për cilin do. E ngulitur thellë në dinjitetin e nderit e të drejtësisë. Mjeti më i fuqishëm e i pazëvendësueshëm për parandalimin dhe kufizimin e hakmarrjes së gjakut. Besa e dhënë nuk mund të shkelet kurrë e nga askush. Neni 30. Kërkesa për dhënje bese. Kërkesa për dhënje bese është rregull dhe e drejtë e kujt do. Të japësh besë është burëri e fisnëkëri të atij që e jep. Besa si rregull nuk i jepet kujt do. Të lexoj një shënim. I frymëzuar nga Besa Labe, shkrimtari dhe ideologu i madh i rilindjes kombëtare Sami Frashëri shkroi dramën e njohur Besa, ku tregohet se në kurvelesht e Labërisë, në fshatrat Proganat e Borsh, babai vret djalin fajtor në çështje nderi, e kështu mban fjalën e dhënë ndaj të fyerit. Në kushtet kur nuk ekzistonte autoriteti shtetëror që të siguronte mbrojtjen e personit dhe të bashkësisë, nga nevojat jetësore lindi Besa, si vlerë e lartë të morale dhe parim kryesor juridik kanonor i vetëmbrojtjes së njerëzve. Besa jepet vetëm nga i Zoti i shtëpisë, pra krye familjare. Nisur nga parimi i saj përfaqëson e mbron nderin e shtëpisë. Në raste fatkeqësisht familjare, vdekje në familje, në vallëzërie, farefis, ato fatkeqësi natyrore, tërmet, përmbytje, zjarr e tjerë, Besa mund të jepet dhe pa e kërkuar, duke e lajmëruar me persona të treta. Neni 31. Ndërmjetësimi për dhënje bese. Besa kërkohet me anë të ndërmjetësimit i cili bëhet dorëzanës i saj. Ndërmjetësi mund të bëhet dashamirës, miq, shok të afërm të shtëpisë së palës që kërkon besa. Besa jepet nga i Zoti i shtëpisë për vrasësin ose shtëpinë e tij për një kohë 24 orë ose 7, 9 ose 30 ditë, si dhe deri pas Bajramit, Pashkës apo Nevruzit. Ai që jep besën njofton me anë të ndërmjetësit se e pranon dhënien e besës ose jo, dhe kjo u bëhet e ditur të gjithëve. Gjatë afatit për të cilën është dhënë besa, nuk kryhet vrasje për hakmarrje. Në rast se nuk është dhënë besë, atëherë pjesëtarët familjes, burra, djemtë, 14-15 vjeçar e lartë fshihen e ruhen nga hakmarrja. Ai që merr besën detyrohet ta përdorë për qëllim për të cilin e kërkoi dhe të mos e përdorojë e as të kapardiset para shtëpisë së besëdhënësit, të mos provokojë të bëjë dëm e të mos sillet keq. Ndërmjetësit që bëhen dorëzanës për dhënien e besës nuk marrin shpërblim në të holla, por falënderime nga familja për të cilën u mor besa. Ai që merr para turpëron veten. Neni 32. Besa, bazë për marrëveshje të tjera. Besa shërben si bazë për marrëveshje të tjera me karakter familjar, për lidhje fejese, për lidhjen me gojë të kontratave të shitblerjes huadhënësit të bazuar në fjalën e dhënë. Mosbatimi i kontratës barazohet me shkeljen e besës në këto raste. Çështja mund të shqyrtohet nga Këshilli i Pleqjve ose Gjyqi i Pleqjve të barkut të Mahallës apo fshatit. Këtu do të lexoj një shënim. Fait Konica përmend një njoftim në Ministrinë e Tregtisë së Francës të shekullit të 19, ku ajo njoftonte se me shqiptarët nuk është e nevojshme firma për garanci tregtie. Mjafton që ato të japin fjalën dhe kjo nuk preket. Pra në shekullin 19, kjo është një njoftim i Ministrisë të Tregtisë së Francës që thotë që me shqiptarët mos bëni marrëveshje, mjafton të merrni fjalën. Ah, ku jeni për shqiptar të vjetër. Na keni nderuar faqen që edhe sot ne jetojmë me ato fjalën që ju keni dhënë me burrinë tuaj, me bisnikërinë tuaj, me trimërinë tuaj, me ndershmërinë tuaj. Megjithëse ne sot po i përdhosim të gjitha. Neni 33. Shkelja e besës. Mbajtja dhe respektimi i besës së dhënë është nder e detyrë e atij që jep. Shkelja e besës është atëherë kur personi ose shtëpia pa karakter e burrëri nuk e mban fjalën e nderit të dhënë, por vret hasmin brenda afatit që i ka dhënë besën dhe turpëron veten, vëllazërinë, parefisin. Shkelja e besës dënohet moralisht me faqen e zezë dhe me vdekje, pra vrasje, ose dënime të tjera të rënda, vetë personi ose krejt familja e tij. Neni 34. Beslidhja, itifaku. Me beslidhje, pra itifak, kuptohet marrëveshja e të gjithë burrave të Mahallës, fshatit apo krahinës, për mbrojtjen e vendit, organizimin e kryengritjes së armatosur, kundër pushtuesit të huaj, pajtim
trajtimin e hasmërive në shkallë të gjerë. Gjatë kohës kur vepron beselidhja përgjithshme, askush nuk mund të vrasë njeri, as edhe hasmin e tij. Ndryshe vritet nga mëhalla, lagja, apo i gjithë fshati, apo nga burrët e caktuar nga krahina. Në vrasje marrin pjesë familjarët dhe afërmit e tjerë, të cilët si rregull qëllojnë të parët për ta vrarë shkeljes në beslidhjes. Shënimi. Beselidhje të tilla njihen. Ajo e Himares në mesjetë, ku mori pjesë nipi i Skënderbeut, beselidhja e kuvendit të Proganatit, vitit 1846, e kuvendit të Mesaplikut, e vitit 1847, e degës së lidhjes së Prizrenit në Gjirokastër, 1878 dhe beselidhja e Kurveleshit e vitit 1908. Pra, në kapitullin e 3 sot pam besën. Besa e shqiptarit si përteka e arit. Por gjithashtu përsa e përket çështjes së besës, ne kemi edhe disa këngë rapsodike apo iso. Pra, në atë kohë kur nuk është shkruar ose janë shkruar nga të huajt çështjet shqiptare, traditat dhe zakonet shqiptare që sot gjenden në arkivat e botës, shqiptari ka thurur vargje dhe këto vargje janë derdhur në telat e Çiftelisë, në telat e Lahuëtës ose nga baritë e Pyllit, të cilët ato janë kënduar. Një nga këto është edhe Besa e Ymerit. Patjetër që të gjithë e dinë rapsodinë dhe këngën e Besës së Ymerit, Ymer Aga. Pra, Ago Ymeri ishte një djalë i vetëm, që babai i kishte vdekur në luftë ose ku, nuk kemi dieni, por ai jetonte me nënën e vet. Dhe kur vjen në moshë martese, nëna e Ago Ymerit e marton Ymerin. Dhe Ymeri në moshë të re, sapo martohet, mbas 3 ditësh i vjen ferman nga krali që do të shkonte për asker, pra për ushtar, do të merrte nizam. Dhe Ymeri kërkon besën gruas së tij. I thot: "A do të më japësh besën se do të më presësh deri kur të kthehem unë prej lufte, i gjallë apo i vdekur? Nëse unë kthehem i gjallë, më jep fjalë që do më presësh. Nëse do marrësh lajm që unë vdiqa dhe u vrave në luftë, atëherë je lirë të martohesh." Dhe gruaja që kishte vetëm 3 ditë të martuar me Ago Ymerin i jep besën që deri kur të kthehesh ti i gjallë apo të marr lajm që je i vdekur, unë as nënën tënde se braktis dhe as martesë nuk bëj. Kështu që Ago Ymeri hyp kalit, edhe shkon ushtar tek mbreti. Por mbas disa luftërave ai zihet si rob dhe futet në burgjet e Spanjës, të kralit të Spanjës. Por Ago Ymeri gjithashtu ishte një rapsod që gjithmonë i binte Çiftelisë dhe ai këndonte nga qelia e burgut, ku zëri i Ago Ymerit me rapsoditë e tij dhe me telin Çiftelisë jehonte në oborrin e burgjeve të kralit dhe e bia e kralit të Spanjës çdo ditë dilte në dritare dhe dëgjonte këngën e Ago Ymerit. Pas disa viteve nuk e dëgjon zërin e Ago Ymerit. Kalon një ditë, kalon 2, kalon 3 dhe bia e mbretit bëhet në merak dhe thotë: "Çfarë gjet Ago Ymerin? Përse zëri i tij sot nuk dëgjohet? Përse teli i Çiftelisë sot nuk po bie?" Dhe pyet gardianët e burgut. Dhe ato e pyesin se vajza e kralit po pyet: "Pse sot ti nuk po këndon? Ka 3 ditë që ke hesh dhe zëri yt s'po dëgjohet." Dhe Ago Ymeri kërkon që të takoj bien e mbret. Dhe bia e mbretit vjen tek qelia e Ago Ymerit dhe i thot: "Ago Ymeri, ty çka gjet? Zani yt sot s'po dëgjohet, kënga jote s'po këndohet." Dhe Ago Ymeri i kërkon bijës së kralit që t'i jap 3 ditë leje, se i thot: "Kam parë një ëndër të keqe, sikur nëna plak, mu shërua, vasha ime mu martua. Më jep 3 ditë ti mu leje, sa të shkoj dhe të shikoj, më kryt 3 ditëve, pa u perëndu dielli, unë përsëri të oborin mbretit, këtu do të përfundoj." Vajza e mbretit i thot: "Si mund të besoj unë ty, sepse ti je rob i nxan edhe për gjithë jetën je në burgim, pra deri në vdekje." Dhe Ago Ymeri thot: "Të jap besën se unë do të kthehem gjallë a vdek." Dhe vajza e mbretit i beson Ago Ymerit edhe i jep leje, i jep dhe një kal ku Ago Ymeri hyp në gjogut dhe kur vjen në vendin e tij shikon që disa kryq poshtë shtëpisë së tij me një nusë në kal po largohen. Shkon tek shtëpia e vet dhe e gjen nënën qorre në vatër dhe i thot: "Tu ngjatjeta i thot më nën, çfarë janë këto kryq që po shkojnë?" Edhe ma i thot: "To janë kryq të Hasan Agës, kanë marrë nusën e Ymer Agës." Po i thot: "Ago Ymeri ky është." Ago Ymeri thot: "Ka shku nizam edhe s'kena lajm për ta, i vdeka i gjallë." Po ti thot: "Ka po vjen më robi nxan." E pyet: "E jam atë birin sepse nuk e njeh, sepse kish një kohë shumë të gjatë që ishte ushtar dhe ishte i burgosur." Dhe Ago Ymeri i thot: "Burgjit e Spanjës sot robi nxan kam qenë, me Ago Ymerin atje kam det. Ago Ymeri ka 3 javë që ka ndru jetë me të hëngra, me të piva, me këtë dorë unë thot në dhe e shtiva. Por para sa i vdes, më ka dhënë një amanet, nusës vjet 2 fjalë me ja than." Edhe jama i thot: "Mos vono thot Orbir, arri në rrugë ato kryq edhe amanetin e Ago Ymerit thuja nusës vet." Dhe Ago Ymeri niset dhe i zen kryqit në rrugë dhe i thot: "Tu ngjatjete thot mordasmor, një amanet për nusën e kam. Un po vi larg prej asaj Spanje." Me Ago Ymerin thot: "Vet kam hore, vet kam me këto duar në dhe e kam shti, por ai një amanet ma ka lënë 2 fjalë nusës me ja than." Edhe kryqit i ndalojnë dasmorit, ndalojnë kalin dhe i thot: "Po më robizan, lejen e ke, thuja nusës ata amanet." Dhe i afrohet nusës, i thot: "Tu ngjatjeta i thot moj nusa, a ke qenë ndonjëherë martume?" Edhe e nusja i përgjigjet: "Unë martume thot kam qenë, veç 3 ditë e martume kam det." Ati emrin Ago Ymeri ja kanë thënë. Dhe i thot: "Po me pa Ago Ymerin, a e njeh?" Nusja i thot: "Ku ta njeh unë e mira, por nana e tij, një fjalë ma ka thënë, kur ka qenë Ymeri i vogël, gjogu e ka hëngër në dhëmb, edhe në kratë majt e ka një nishan." Kur përvesh Ago Ymeri krahun edhe shikoi nusja shenjën që e ka hëngër gjogu pra kali, atëherë zbret nga kali dhe i thot kryqve: "Rruga e mari thot ju qoftë dasmor."
mi boni të falë atij agajt, pra që do të martohej me të. I thot, qofta se fëmia e parë më lind çik, ty më të parin do të bëj mik. Qofta se fëmia e parë më lind djalë, ty më të parin do të bëj kumbar, se më bashkoi Zoti me fatin e parë. Dhe kështu që kthehet tek Agoimeri. Ndërsa krali që merr vesh që Agoimeri nuk është në qeli po ka hik, e merr të bien dhe në vend të Agoimerit don të vras vajzën e tij. Por vajza i thot, "Or bab, më jep leje veç 3 ditë, sa Agoimeri mu fjalën ma ka dhënë, në kryt 3 ditëve gjalla vdek tu ka me kan." Mirë po, krali i thot, "Ti moj bi, moj kopilit sot, a kaq budallaçk pas ke qenë? Agoimeri është një njeri i zënë, edhe gjithë jetën ai mbur ka me kan. A mendo thot se po man fjalën dhe po kthen, po të preso deri kur të perëndoj dielli. Nëse deri kur të perëndoj dielli natën e tretë, nëse Agoimeri nuk paraqitet këtu vet, në vend të tij ty ka me të vra." Afrohet nata e tretë, në perëndim të diellit, krali përgatitet që të vras vajzën e tij, kur nga larg në hyrjen e derës të mbretërisë të Kalas, paraqitet vjen Agoimeri. Agoimeri ishte një rob i nxënës, edhe do të ishte dënuar me vdekje për gjithë jetën, por nga fjala që je bie së mbretit, ai rikthehet përsëri në krajli, vetëm nga besa edhe nga bururia që kishte, mbreti e liron Agoimerin. E fal dhe i thot, vetëm për fjalën që ke mbajt, unë sot jetën ty po ta fal, nuk je më rob i nxënës dhe është problem për ato vite që ai kishte punuar në burgjet e krajlit dhe i thot, je i lirë më kthy në familjen tënde, në shtëpinë tënde. Pra, to janë disa histori, disa rapsodi të cilat flasin edhe për besën e shqiptarit, ajo besë që është trashëguar herë mbas here, fjalë mbas fjale, shekull mbas shekull, gojë mbas goje, edhe në rapsodit, edhe në fjalët e këngës, që përmendet edhe këtu siç ishte në shekull 19, ku nga Ministria e Tregtisë së Francës është edhe deklaruar në shekull 19 që nëse bëni tregtime shqiptare nuk keni nevojë të bëni marrëveshje, por mjafton të merrni fjalën. Këto janë ato tradita të vjetra, këto janë shqiptarët e vjetër të cilët kanë qenë të besës dhe të fjalës që edhe sot ne krenohemi me të, por një pjesë shumë e vogël e mbajmë këto dhe i ruajmë dhe i trashëgojmë këto zakone. Tani mirupafshim në kapitullin e 4, ku në kapitullin e 4 do të shikojmë në dorën tënde nën këmbore. Pra, një version tjetër të besës së shqiptarit.